A do gjykohemi ditën e gjykimit për gjunafet që Zoti na I ka falë? Ne jemi njerëz që gabojmë dhe si gabimtar që jemi, nevojitet që të pendohemi tek Zoti I gjithësisë. E nëse ne pendohemi tek Allahu I lartësuar është falës. Fal mëshiron. Zoti I gjithësisë thot në Kur'an: "Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada." Dhe unë thot do ta fal atë I cili pendohet, beson, bën vepra të mira dhe më pas pra I shëndron rrugës drejt. Kështu që nevojitet prej nesh të pendohemi tek Zoti I gjithësisë, me reflektu, me u kthy tek Allahu I lartësuar me sinqeritet, me u rry kthimin mëkat, mos me u kthy më ke mëkatet. Dhe Zoti I gjithësisë është falës, I do ata që pendohen, I do ata që kthehen tek Ai. Profeti alayhis salam thot në një hadith: "Et-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba leh." I penduari prej mëkatit është si ai që nuk ka bën mëkat. Pra me u kthy me sinqeritet, me pendim të sinqert. Kjo përsa I përket pra mëkateve që kundërshtimeve që mund të kesh bërë ndaj Zotit gjithësisë. E përsa I përket të drejtave të njerëzve, për shembull dikujt I ke marrë pasurinë padrejtësisht, krahas pendimit duhet edhe me ja shly, me ja kthy hakun atij që I ke pa drejtësi. E në ditën e gjykimit ka njerëz për shembull të cilët kanë bërë mëkate në këtë dynja, Zoti I gjithësisë I ka mbuluar. Vin ditën e gjykimit, janë pendu këta, Zoti I gjithësisë. Pra ja tregoni thot të kujtohet filan mëkat, siç kuptohet pra për një hadithi. Unë ta kam mbuluar thot në dynja dhe unë ta fal. Tani merre librin tënd me të djathtën dhe hyn në xhenet. Kështu që Zoti I gjithësisë fal. Allahu I lartësuar mëshiron shumë. Mëkatin të cilin ta fal, nuk merresh llogari më për to. Po luma I njeri të cilin Zoti I gjithësisë e fal e mëshiron. Allahu na boft prej atyre që hyjnë mëshirën e Tij dhe hyjnë në xhenet. Amin.